Mbërrin temperaturat e larta të verës në vendin tonë. Mëngjesin e së dielës, temperaturat kanë shkuar në vlerën 30 gradë Celsius. Ndërkohë, sipas shërbimit meteorologjik ushtarak, këto temperatura priten të rriten edhe më tej gjatë javës në vijim. E pyetur nga Kanali 7, meteorologja Mimoza Demiri bëri me dije se në ditët në vazhdim moti do të jetë i kthjellë dhe do të karakterizohet nga temperatura përkatësisht të larta. Sipas Demiri, duke filluar që prej ditës së martë, temperatura do të shënojnë një vlerë maksimale deri në 36 gradë Celsius. Ndërkaq, qytetet më të nxehta do të jenë Tirana, Elbasani, Kuçova dhe Shkodra. Meteorologja bëri me dije gjithashtu se ky nxehtë vjen si pasojë një rrymë të ardhur nga pjesa veriore e Afrikës dhe pritet të vijojë pothuajse në të gjitha ditët në vijim. Ndërkaq, për të gjithë personat që do të frekuentojnë plazhet, moti do të jetë i qëndrueshëm dhe me temperaturë favorizuese. Më tej, meteorologja bëri me dije se këto temperatura të larta pritet të bien në fundjavë me 3 deri në 4 gradë, por gjithsesi duke mbetur të larta mbi 30 gradë Celsius. Duket se moti i papritur tropikal i rrallë për Shqipërinë mori fund dhe temperaturat karakteristike të verës mesdhetare u kthyen.